në këtë ditë të xumae, po në këtë hutbe, temën të cilën ne do të flasmi është udhëzimi profetik me të moshuarit. Çka nënkupton kjo temë? Kjo temë nënkupton sjelljet e profetit sallallahu alaihi wasallam me të moshuarit. Shiko, kjo temë nënkupton pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pas ka pa sjelljet veçantë me njerëz të moshuar, me njerëz që ju kanë zbarë mjekrat e tyre. Kur pejgamberi ka pa të respekt për njerëz të moshum, për njerëz që kanë vite të tëra, 60, 70, ju mjekra të ju ka zbarë. Pejgamberi u sill me ta. E çka është puna jonë në qoftë se na e pasojmë kun sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Me këta që profeti jon sallallahu alaihi wasallam pas ka pas sjelljet veçanta me njerëz të moshuar, ne kuptojmë që i moshuari për neve është vlerë. Kur e shikojmë mesin ton, njerëz të moshum, për neve rinin është vlerë, është pasuri e madhe. Gjëja e dytë, të moshuarit, kur ata flasin, duhet ndëgjohet fjala e tyre. Kur mos i ndërhy, kur fillan me fol i vjetri, shokato, hesht dhe ndëgjaje. Kjo sjellja e profetit, këta fjalë që i tham, do të sjellë argumente çysh ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëz të moshuar. Kur të foli vjetri, dëgjohet fjala e tij dhe nuk ju kthehet fjala e tij. Gjëja e tretë, ju vëllezër, i moshuari e meriton vendin aty ku dohet. Aty ku dohet. Në safin e parë, kush e ka? I moshuari. Në hod, kur tulet me xhles, kush do të më ul në kryt vendi? I moshuari. Aty ku do të lyp vendi. Dhe gjëja e fundit të ju vëllezër, i moshuari ka urtësi dhe provoj. Prej sjelljes profetit sallallahu alaihi wasallam që i ka respektuar njerëzit të vjetër, të moshur në mosh, nënkupton që i moshuari ka urtësi. Çka do të thonë ka urtësi? Ka dituri. Ai kur të flet, nuk flet për hamendjes. Pse ka dituri? Dituria e tij çka bizetran? Bizetran provoja. Ai ma përpara se ti ka lind. Ai ka kalu disa vite ma përpara se ti. Ai e din çka është e mira dhe e keqja. Ai e ka mësu diturin. Ti mundesh me pa dituri pse je më i ri dhe me diturinë tonë mundesh me sharru pse nuk i provoj. Mirë po plaçit ton, se më janë keq më shprej kështu të plaç mi thon. Të moshuarit ton, ata kur të flasin kanë dituri, e dituria tyve mbranda diturisë tyve, çka është? Është provoja. O ju vëllezër, unë kërkoj falje por këtë temë të hutbës, sidomos njerëzit e moshur, i kërkoj falje. Ka shumë hadithe, ka shumë histori, ka shumë ajete që jep rëndësi njerëzit të moshuar. Po shkaku i kohës, ne do e shkurtojmë hutbën, do i cekmi vetëm këto pika të cilat deri me tani kem duke folur. أول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكبار السن وجوب توقيرهم. Sendi i parë, udhëzimi i parë, se qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sill me njerëzit të moshuar, është obligimi tawqirihim. Wujub, obligimi ki me e respektu të vjetrin. O Rabbi Allah, o ti i ri që në mesin ton bashkë me mu. Obligim e kemi me ndëgju këtë fol i vjetëri, i moshuari që kimet e ti në zbardh. E kemi obligim ndëgjimin e tëre. Qale nëbiju sallallahu aleyhi wasallam, lejse minna men lem jarham saghirana. Nuk është prej neve, nuk është prej sunetit, nuk është prej islamit, ai cili nuk e mshiran të veçlit ton, fëmit ton. Pasaj shka po thot pejgamberi?
O ja arif haqqa kabirana, dhe nuk është prej sunetit profetit, nuk është prej islamit, ai i cili nuk e hap hakin të mëshuarave. E haki i mëshuarave çka është? Respekti i tyre, ndëgjimi i tyre, sjellët ndaj tyre të mirë. Është hak i tyre. Po në qofse na nuk u përmbahemi këtij hadithi, na nuk jemi prej zinxhirit profetik. Na ku dalmi para Allahut, vetë profeti ka më na çortu. Lejse minna, po thot pejgamberi, nuk ka është prej neve, nuk je prej sunetit të profetit, në qofse nuk i respektan të mëshuarit. O ju vëllezër, min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'al kibari sin, ijlalul kabiri sin. Prej udhëzimeve profetike, se çu u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëzit të mëshuar, është nderimi i të mëshuarit. A di çka do të thonë nderem? Nderem është kur ta shën të mëshuarin mu çun kam për ta. Nderem a di çka do të thonë? Ti i parë me parapri, mi fol, mi dhan selam. Nderem a di çka do të thonë? Hajde ta çesni kafe, një çaj. Çka është nderem? Ijlal është nderem për njerëz të mëshuar. Ky është udhëzim profetik që pejgamberi ka bu me njerëz të mëshuar. O ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dhi shaybatil muslim. Allahu akbar. Shiko çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtet prej madhërimit, më të vërtet prej madhërimit, nderimit të Allahut, është me nderu të mëshuarin. Çka nuk kupton ky hadith? Me madhështu Allahin, me nderu Allahin, koka edhe të mëshuarin. E ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse don me madhështu Allahun, nëse don me madhëru Allahun, ndëraje të mëshuarin. Me këtë hadith, komentuesit e këtij hadithi, çka kanë thonë? Kushdo që e ndëran të mëshuarin, ai është në adhurim. Allahu akbar. Kur e merr tani një të mëshuar, ngritesh për ta, e respektan ata, e ndëran ata, i thuaj të ta pim një kafe, një çaj, e respektan, shtu të mëron, dërëm i ban. Dije mirë që ti je sukur me qenë namaz, adhurim, si mbas këtij hadithi. O i vëllezër, min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'al kibari sin, anna al-barakata ma'al kibari. Prej udhëzimit profetik me njerëz të moshuar që çu sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe bereqeti është me njerëz të moshuar. Mos kujta se bereqetin e ki me muqa miri. Jo vallah, po betonan Allah. Bereqetin e keni me qëta njerëz që i kanë mjekrat e bardha, që i kanë bujt 60 vjet. Për që tëve keni bereqetin. Ndëgjana hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, el berekatu ma'al akabirakum, bereqeti është me të mëshuarit e ju. Wallahi bereqet është mesin ton, njerëz të mëshum. Bereqet në pasuri. O ti i ri, i cili e ki prindin tanë të mëshum, në shtëpinë tane, pasurinë tane se da me po të bereqet, dhe jo mesin tanë, ky mëshuar, dije mirë që ka me të ashtu bereqetin, është bereqet. Kjo është në pasuri, bereqet në siguri. I mëshuarit këshillon, i mëshuarit të runë, e runë familjen e vetë, e runë e vladin e vetë, a nuk është kjo bereqet? Kjo është bereqet. Pastaj o vëllezër, bereqet në familje, po më janë keq më shprej kështot. Sa prej neve nuk janë këtë botë, ata që i kanë patë mjekrat e bardha të mëshur, kanë kalu botën tjetër, Allah i mëshiroj. Çka pyeti familjet e vetë, familjet e tëre? Sikur ta kisha babën. Çfarë bereqeti kemi pa në familje? I mëshuari është bereqet në familje, o ju vëllezër. Bereqet në qëndrueshmëri. Sa prej neve nuk kemi sukses në jetën tonë, nuk kemi sukses në bizneset tona. Kush na jep bereqet? Kush na ban qëndrueshëm? Ai i cili ka mjekrën e bardhë, i mëshuari, ai të birë se bëhet mirë. Ti veç vazhda rrugën, veç po na, ta sjell Zoti. Kush po t'jep për qëndrueshmëri? I mëshuari.
Sot na gabojme, në mesin e juve pse jam hoq, gabojme, vallahi kemi në kratë djathë njëtë më shumë që na këshillojnë. Hoq, çështo do. Qëndrueshmëri. Bereqeti, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është me të mëshuarit e ju. Pastaj o vëllezër, min hadi an-nabi sallallahu alajhi wasallam fi ta'amulihi ma'al kibari sin taqdim dhawil sinni bil bada'ati fil kalam. Subhanallah. Prej udhëzime profetike se çysh pejgamberi u sill me njerëzit të moshuar është edhe gjithmonë mi dhon përparësi me fol i pari, fi kelam, i moshuari. Kur mos u munda, ku t'je me gjlis, ku t'je nod, mu bu majmeqëm, me dol para plakit me fol, ma bani Allah që po jetam kështë adem në shpreje plak, para të moshuarit me fol, kja nuk është edukat, kja nuk është udhëzim profetik që pejgamberi na ka mësu, po gjithmonë do të me eshtë, ku t'jen me gjlis, ku t'jen në odën e burrave, kush fol? Fol i moshuarit, ti vesh hesht. Dhe gjanë rastin, Abdurrahman ibn Sahlin, ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe da me fol me pejgamberin, da me fol ky sahabi. Wa kana asghar al-qawm, ky sahabi ka qenë me vite i vogël, i ri, ka dish me fol. Pejgamberi ka qit dorën përpara ftyrës. Ju ka thonë ti me fol. Kebbir kubara. Ka thonë le të fol ma i vjetri për juve, ama ju ti me fol. Kur çkan me xhles, kur çkan në odën e burrave, ki drejt mja botriut mja qit përpara ftyrës dorën, se sunet është, ju ti me fol ma i vjetri për juve. Pastaj u çu sahabi i cili ka qenë më i vjetër dhe ka fol me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pse ka vepruar pejgamberi kështu? Me na dhanë edukat. Fjalën nuk mund na me qit para njerëzve të vjetër. E meriton njerëz të vjetër me fol gjithmonë në odat tona në çdo rast. Dhe respekti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për njerëz të moshuar, dhe kjo është prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'al kibari sin taqdim fi al-imama. Subhanallah. Për udhëzimeve profetike se çush u sill pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me njerëz të moshuar është edhe gjithmonë me parapri, me na fal namazin njerëz të moshuar. Jo ai cili është më i ri me dal me fal namazin. Ai cili është më i moshuar me dal me fal namazin. Më i moçur me dal me fal namazin. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Idha hadara as-salatu falyu'adhdhinu lakum ahadukum." Po thot kur bëhet koha e namazit, hin koha e namazit, le ta thirr azanin kush do për juve. Kush do për juve? Çfarë ka thënë pejgamberi? Kush do për juve? A ke i ditur apo pa i ditur? Kush don le ta thirr azanin? Mirë po thot wal ya ummakum akbarukum. E çka po thot? Le ta fal namazin, le të bëhet imam ai cili është më i moshuar për juve, më i madh për juve. Këto ulemat kanë thonë edhe me vite, edhe me ditori. Shiko, çfarë respekti të madh pejgamberi po e jep për njerëz të moshuar. Edhe namazin nuk e paraprimi derisa del më i moshuari prej nesh me fal namazin. Dhe kjo është sunet i profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Amo ju që tash ju të moshuar qeni, e keni hoxhën. Allah ju rujtë ndërrof. Pastaj ju vëllezër, min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'al kibari sin taqdimul kibari sin fil akl wa sharab. Prej udhëzime profetike se çu sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëz të moshuar është edhe gjithmonë njerëzit e moshuar milan të partë me zgjat dorën për me angër dhe për me pi. Kur mos u manda kur t'je mesin e të moshuarve me zgjat dorën përpara me angër dhe me pi. Prej nipave të Aliut radhiyallahu anhu, kur nuk ka angër bukaj me prindrit. Dhe kanë pyet çka është puna me ty që ti me prindrit nuk kanë buk. Çka ka thonë? Kam frikë që un jam miri, shkan dora e ta ban prindi, hajt bir, merra hajete. Kjo është edukat me njerëz të moshuar, kush po na jep? Udhëzime profetike, pejgamberi po na mëson.
Kur ti me ta, dan me pi, kur me s'pi për para tëve, lutëm mas para thuj, apo dan me pi, e ki sofrën, e ki tepsin për para, kur me s'ishti dur për para ati, aj mas pari dhe t'ja fillan, aj i pari dhe t'ja fillan, me hangër dhe me pi, an Ibn Abbas, kale, në transmeton Ibn Abbas i thët, kene Rasulullahi sallallahu sallam, i dhe saka, kale, ibda'u bil kebir, kur ka desh për amere me pi uj, kanë qenë me sahabët, ja kam pru dhe me thonë ibër i thunë gjunë arabe, apo bakalla, shka i thunë shtët, dhe me pi uj, që ka thonë për amere, filla prej më të vjetërit, prej të më shuarit, nuk ka thonë filla prej të voglit, kjo është ndërem, anë e respektan, a më që ka thonë është haki i të më shuarit, pse vitet e tëra, 60-70, ka nevoj për me angër, për me pi, dhe së ti jep kreve, i ki në hak njerëz të më shumë. Gjën e parë, dohet me eshtri dorën, me hangër i pari, me pi i pari, njeri i moshuar, dhe kjo është prej sunetit profetit tonë sallallahu alaihi wasallam që na ka mësuar se çysh më usill me njerëz të moshuar. O i vëllezër, min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'al kibari sin, ala as-saghiri an yusallim ala al-kabir. Këto e thamë që në fillim ju kujtojnë fillim të ligjëratës, tash këto pika që i thash, krit me argumente do të vimi. Prej udhëzimeve profetike, se çu shusill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëz të moshun, është që i vogli e përshëndet më të madhin. I riu e përshëndet më të moshuarin. Në qofse na e veprojmë, japmi ata selam në robin para neve. Atare din e min që kemi thy një tradhti për tradhtive profetike. Pejgamberi po na mëson, thotë ti do të më dhoni pari selam të moshuar. Gjithmonë, para priji. Selam aleikum. I vogli përshëndet, ta hon të madhin. E nuk i takani madhin me përshëndet të vogli. Nuk ka kja respekt. Qale Nebiu sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghiru ala al-kabir. Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshëndet, i jep selam i pari, i vogli të moshuarit. Qëre? Udhëzim profetik, i vogli, i riu, i jep selam të moshuarit. Dhe kjo është prej edukatës që na ka lënë profeti unë sallallahu alaihi wasallam. Të njëjtën gjë ju vëllezër, prej udhëzimeve profetike, se çysh mos sill, dhe usill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëz të moshuar është edhe la yutilu imam as-sala idha kana khalfahu kibaru sin. Mos me zgjat namazin në qofse mbrapa teje ka njerëz të moshuar. Qëra o ju vëllezër, deri me tani gjua jonë nuk është e nal, kret argumente, pejgamberi. Deri sa ma edhe namazin mos me e zgjat në qofse mbrapa teje ka njerëz të moshuar në mosh. Çfarë respekti i lartë, pozit lartë, pejgamberi, dini jon, feja jon, Zoti po ja jap njerëzit të moshuar. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim wa dhakara fa inna fihim kabira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në qofse ndaj njëri për jush është imam, e fal namazin me njerëz, po thot leta shkurton ai namazin, leta do të thonë mos ta zgjat shumë namazin, mos ta bën namazin e ran. Pse? Nga sa po thonë mbrapa juve qëndrojnë njerëzit të moshuar. Që kjo është edukata e profetit, udhëzim profetik që na ka dhënë. Edhe namaz, ibadet, adhurim që njeri e gjan knasin më të madhe në namaz, në qoftë se ki mbrapa teje njerëz të moshuar, s'ki nevoj me këndu el bekarën, këndaj kul hu Allah dhe përfëndaj ata. Dhe kjo është prej sunetit profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. E fundit ajo vëllezër, prej udhëzime profetike, se që shusil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëz të moshun, dhe gjanë e kënë gjarë dhe mos harroni këta. Është që kur ki të nevojë diçka, kur mos u menda me thirr ata, me thon hajde, të moshuarit me thon, hajde, po gjithmonë të shka në shtëpi, shka ta kaj në xhami, shka ta kaj në rrugë, thirr i parit në telefon, e kështu të më radhë. Kur mos u menda i moshuari me thirr ty, jo,
Kjo nuk është udhëzim profetik që pejgamberi na ka mësuar një gjë të tillë. Ndëgjan e rastin ai vëllezër, kur u hap e kanë shliru Mekën, sahabët, ka një 10.000 sahabin Mekë, e shlironën Mekën. Erdhe Ebu Bekri me babën e vetë, e ka pa të emrin baba vetë, Qahafe, ka orë me babën e vetë. Baba i vetë plak, me mjekër, dëbardh, me nëzëqecke, me prute pejgamberi, me dëshmu islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thatë Ebu Bekrit, qale nebiu li Ebi Bekr, lima takallafta an ta'tiya bihi ila huna, kuna nahnu nadhhabu ilayh. Qore Ebu Bekrit, shokit më ngusht pe ngrit zanën. Po thot, pse i ki prut më shuarin këtu? A nuk peshen mjekrën e ti? A nuk peshen që sot u mujt me ecë? Na i kemi obligim me shku ta, ju a i marë të na. Shiko, subhanallah, qëfar nderimi, pejgamberi jon po e jep për njerëz të mëshuar. Kështu që kur ki nevojë diçka, gjithmonë ti më ndau, më kon i pari me shku, e jo ai më ardh te kjo. Për këtij hadithit e nxjerrmi, që edhe në qoftë se nuk janë musliman, po janë njerëz të mëshuar, krejt që to hadithe vlen të njëjtin gjë me i respektu njerëz të mëshuar, qof musliman, qof jo musliman, nga sa hadithi i fundit është ka ardhur jo musliman dhe pejgamberi ka nderu, e ka respektu, ka thonë na do të më shku atje e ju ky më ardh këtu. Kjo është ju vëllezër, e lusmi Allahun azza xhel që Zoti na ban për uzimet profetike që më nderu njerëzit të mëshuar. أقول قولي واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. الحمد لله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد. ويلازر kjo ishte khutbja e sodit dhe lusmi Allahun azza wa xal që gjithë këto fjalë të cilët ne i kemi thënë ti mbajmë mend udhëzimet profetike për respektin, nderimin, kujdesen ndaj njerëzve të moshuar. Po sikur gjitha këto hadithe mi arru një sen mos harrani. Një sen prej hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam udhëzimi ti mos harrani. Kushdo që respekton e ndaran një të moshuar, le ta din mirë që ajo është sukur me bo adhurim, sukur me bo namaz. E lusmi Allahun azza wa xal që t'jemi për këtyve udhëzime profetike, që t'i nderojmë, t'i respektojmë njerëzit të moshuar.